Ore, I lloj gjojës kuptoj me këto shqiptarët. Kur jesh në është do pëso. Kur do pësosh, thonë çaj bokshës kur karane smuni. Kur bo trup, thonë çaj bokshës shifesh me sy. Merr steroide. Ore, disi është puna. Askush nuk është perfekt. Askush nuk ka përqenë herë perfekt. Po ç'është ky bullizim kaq I madh që I bëhet njëri tjetër në Shqipëri apo. Ti që mund të bësh komente bullizimi për shembull për dikë tjetër. Duhet vetë ajo të perfekt, ja duhet je më I miri botës ti që bullizo të tjerët ose ofendo të tjerët ose shat të tjerët. Shef valla sorratin tat familjen tate, shef punën tate, mos dini duke bullizuar njerëzit, edhe duke I shat, duke ofunduar njerëzit nëpër komente, mos harroni në fund ditës jena gjithë shqiptarë. Atë Zef Plumi ka thonë që e keqja e shqiptarëve është për vetes tonë. Filloni ta respektoni pak më shumë njëri tjetrin dhe filloni të respektoni pak më shumë vendimet e njëri tjetrit. Shef dikë të çnost që po do mund të psu. Pse nuk bëhesh ti një shtys motivimi për atë person? Pse nuk mundesh me I çuti një mesazh ose me lënë një koment që bravo ti mund t'ja dalësh? Po gjithmonë keni këtë tendencën e bullizimit, që në bonus kështu si popull. Imagjinojeni nga vetëm njerëz që çohen na mjes, pa na nodha si lloj gjoje, I thënë njëri tjetrit asë si jom të rezisot, s'ku digjoni jom qu kështu si me nërva. Kupton të deshi çfarë lloj negativiteti na çfarë lloj frekuencë ullet kena neve si popull. Kupton të deshi kush është arsyeja, pse nuk mund kena neve dashni me njëri tjetrin, ose pse nuk mund ta përkrahim mirë njëri tjetrin, qoftë sikur me I llaft mirë. Shkurtimisht o vlla, shkurtimisht o motor që po shikoj këtë video, mos u bazo fare ke fjalët që lexo lart e poshtë ose fjalët që mund të dëgjosh lart e poshtë nga disa njerëz që vetëm mënyrë që të ndihen superior ndaj teje është të uli me lloj llafësh, sepse ata pikërisht ata lloj njerëzish nuk kanë për të arritur asnjë gjë në jetën e tyre dhe gjithmonë do jenë pjesë e llumit, kështu që vazhdo, forca, ki besim ke vetja jote dhe mos u nal për asnjë lloj gjoje. Love you.